Jemi rikthyer në studio, dashur shikues, do shkoa për një tjetër bisedë për muzikën, do të flasim përsëri për kësaj radhe muzikën mix me sportin. Kështu të paktën i ka bo edhe mysafiri ynë që është i ftuar, e që është Arlind Lamagjema. Arlind, mirë se erdhe, kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Tash muzikën e ka bo mix me sportin, pra Arlindi jeton mes muzikës dhe sportit, themi kështu. Trego pak më shumë për veten, Arlind. Qysh nisi gjithçka, qysh u drejtove ndoshta në të dy fushat? Okej, gjithçka normalisht fillon me një moshë të re, kur kuptova se në fakt prindrit e mi kanë qenë ata iniciatorët, cilën kanë bërë që jeta e me vazhdu me muzikë dhe me sport. Fillim normalisht tani më jam në Universitetin e Prishtinës në vitin e 4 në fushën e pianos, specializimin për piano, në degën e arteve muzikore, por paralelisht jam pashtu edhe gjyqtari i ping-pongut, edhe për mu është një krahasie e madhe se këto dyja si kombinim janë një kombinim perfekt. Se zakonisht gjatë ushtrimeve të pianos jeton kohën ju aktiv. Se normal je ullën, të shiku partët, të e shiu pak muzikën, mirë po dynë edhe diçka ndryshe. Edhe kështu që ping-pongu për mu është një sen që ka plotësuat nashta krijimin tema dhe si personalitet, si person, është një mënyrë perfekte, një kombinim perfekt. Qysh nisi gjithçka? Ku drejtove më spari? Në sport apo në muzikë? Gjithçka ka fillu në muzikë. Ashtu që po e tregoj edhe jam në universitet, jam në klasën e profesoreshës Lule Elizi, edhe jam shumë i lumtur që jam me to, është një eksperiencë tepër, nuk e di, është një krahasie e madhe me qenë si muzikant, si pianist, po jam në fushën klasike, jam pianist koncertar klasik. Për ndryshe, si ping-pong ka fillu kur kam qenë 15 vjeç, kur u bëra refer në kombëtar, edhe mirë po ta fatin që Federata Internacionale Ping-pongut, mi që ftes Federatës tonë Ping-pongut Kosovës, për disa refera 3. Edhe kështu njëri nga ata po ta fatin që ti isha dhënë, ku pastaj më vonë isha në mbikëqyrje të një referi me rang Gold Badge, i cili ishte mentori em, edhe ai që dha një mendim për na me shku në Portugali, në Gondomar, në Championship Youth, gorat evropiane atje që janë majtë, për ping-pong. Ka qenë si eksperiencë, sepse po m'duket që ta është pikërisht është sporti, edhe muzika, artin përgjithësi që po ju hap më shumë dyrë të rinjeve që të njihen edhe në botë, jo vetëm në Kosovë, të dëpërtojnë edhe jashtë. Kështu që sporti ty që mosh shumë tret pas ka bo me dëpërtu jashtë Kosovës, ndoshta në këtë pjesë, me marrë mësim, qoftë edhe me pas një eksperiencë të ndëm personale nga një vend si që është Portugalia, po edhe në përgjithësi kështu. Një eksperiencë që nuk e pratë. Se unë jam një refer si që tregova kombëtar, po me pas një mundësi për me referu në kampionate evropiane e botërore në të ardhmen, është një krahasie e madhe që gjithkush ndoshta si refer, si gjyqtar, ka dëshirë me ndjeq ato. E ke pas pasion ping-pongun ose sportin përgjithësi, apo qysh nisi rrugtimi? Po në me një herë të sporti, pastaj lidhemi tek muzika që është një pasion edhe më i madh, dhe ke më për zemër kështu. Në fillim ka fillu si lojtar, me tregu drejtën, ka qenë baba jem i cili ka pas dëshirë sa e ka po që në piano duhet një aktivitet më shumë për trupe, për mende, adin. Edhe ka qenë ai i cili ka dosh për me mësym me një sport, e unë si sport shumë e kom pas pëlqy si fëmijë ping-pongun. Edhe aty kuptova që ping-pong është një sport jo vetëm fizikisht, po edhe psiqikisht edhe ndihmon për çdo sen. Është tepër, se normal, pa punë në gjithë edhe, pa punë nuk më nëshme mëri kërkon. Jo, sa do që ke talent edhe nëse linë. Sport, normal, s'më nëshme kërkon. E kështu tani fillova si lejtar në fillim, po tani filloj me më pëlqy shumë referimi. Si i vogël, tani e kalova testin për refer kombëtar, e tash edhe fillova në për referime ndërkombëtare. Çka të tërheku referimi, ndoshta, çka të boni që ti me ndru mendje, ndoshta nga ideja me u bo një lojtar, me u bo refer? Është tjetër sen. Është një sen që loja varet prej teje. Apo kupton? Nuk është shembull që mund është me qenë diçka absolute, mirë po kur e din ti që je me një vëmendje të kitë njerëzve, trajnerave, nështë edhe arbitrave, ata që na mbikëqyri neve, ata kryesorë që janë manalë se na, edhe është një kënaqësi që do me thonë ti je ai që ki me vendos lojën.
Se ka mundësi shembull lojtarët ose trajnerët mos me u dakordu me opinionin tonë, mirë po janë tani ata që mirën arbitrat me mendimet e tyre, ata i dinë sigurt. Po. Përndryshe si referim si refere, si gjyqtar është shumë për mendimin të ma mirë se si lojtar. Ma mirë se sa si lojtar. Ndoshta edhe nuk ke emocione që mundesh me pas si lojtar, po thëmë personale, sepse emocionet lojës, sigurisht momentin që e dënë këtë punë që e bënë, ki me pas çdo herë, emocione pozitive. Me tregu drejtën është shumë be interesantë, shumë mirë. Se tash masi po tregoj atje që jam konë në Portugali, çdo top, çdo këthemi lojtarëve, çdo lëvizje aty në konë top për me fitu qatë pojnë. Do të më thonë, ata jopin shpirtin e tyne për me fitu një pojnë. Tash ajo mund të me zgjatë lojë e gjatë, e stërgjatë, apo kupton? Mirë po, është interesant se ton kohën ti dush me qenë I koncentrum. Normal, i koncentrum. Gjithmonë dush me qenë i koncentrum. Reflekset dush një posë edhe ti vetë. Se lojtarët normalisht, po edhe si refer dush me posë reflekset. Një ndërhymje e topi, një diçka, një lëndimi një lojtari, një çfarë do kofta ja. Një diçka ti dush me qenë 100% i sigurt që me jap vendimin tënë. Se i kitë vorët për teje. Po flet me shumë emocione për sportin e ping-pongut edhe për pjesën e referimit. E ke shumë për zemër, e ke një lidhje emocionale me këtë pjesë, ndoshta edhe për faktin që ke nisë shumë i ri, është ke ndryshe ku nisë shumë i ri, ku rritësh ndoshta bashkë me qatë punë që e bën. Me tregu drejtën, e kam qef shumë, edhe me tregu ç'është, e kam qef, po prapë se prapë nuk e ndroj me profesionin tem që e kam. Po. Sa ke përgjithësi si refer? Sa është përgjithësi për ty personalisht, ndoshta pjesa e referimit një loje, që shkon gjithë shka? Përgjithësi është tepër e madhe, me ç'është. Unë kur shembull kur e morra si mentor që e kom pas Ministria e Shtef nga Rumania, ai është rang tepër i fortë i referit. Tash kur më ka zgjedh ai për me qenë grupin e tina, unë e kam një përgjithësi për me përfaqësu ato. Normalisht që e kom përfaqësu edhe shtetin tem. E kom përfaqësu ndoshta edhe veten time, mirë po unë nuk veten e lë anash kur e di që e kam shtetin për mi kry, shembull që duhet më ju tregu aty që edhe na jena dina shumë, edhe e kom pas edhe atë Gold Badge-in. Është përgjithësi e madhe, po arrita që me qenë besoj mënyrën shumë të lartë, për shkak se sipas performimit tim si refere, sipas gjitha rregullave që jom bazun tonë normalisht ping-pongut pa dalë kur gjo, pa anime, pa kur gjo, arrita që njëjtin turnament vitin arshëm t'jem në Kraci. Wow. Vetëm është ka vazhdu. Veç po i ndronë vendet e botës, në përgjithësitë e Evropës, në saktë. Komu konë me 20 shtator, do të shkoj edhe në Belgjikë si refer. Mirë, shumë, pra, e pas ke një rrugë të gjatë në pjesën e referimit. Nuk është që pas ke me hek dorë momentin që fokusohë shumë të muzika, njerë për njerë se kim plane. Gjithë shka vorët prej fakultetit. Në atë moment që unë jam i lirë prej fakultetit, nuk kam obligime, unë muj me vazhdu me hobin tem që e du edhe këto shumë, që është referimi, ping-pongu. Më trego pak, qysh e she pjesën e ping-pongut, sportit ping-pongut në Kosovë, në vendin tonë, sa është e zhvillume? Si unë kështu po e them, çdo vend ka nevojë gjithmonë për zhvillime hala më shumë. Domthonë nuk bën munol kur. Mirë po ka rini, ka lojtarë që kanë potencial për me vazhdu përpara. Veç që ju vyn normalisht punë tepër e madhe. Punë edhe koncentrim edhe me e dorë sportin. Se pa e dorë nuk mundesh me vazhdu kur. Ndarë si lojtar, ndarë si refer, si gjyqtar. Muzika pastaj, një pasioni ytit që i ri, një dashni për thëmë kështë, sepse ti e the që nëse të është dash me zgjedh mes e dyjave, sigurisht që e kështë zgjedh çdo herë muzikën, edhe fakti që e ke studiu, e ke këthy në njërë profesionale, nuk është veç pasion, më të bëhet profesion, kjo të regon që realisht e shes si primarën për gjithësi muzikën. Qysh ka njësë gjithë shka? Ka qenë dikush në familje më herë që është marrë me muzikë, që ndoshta i ke ndjek hapat, apo... Me thënë drejten, si familje ka pas këngëtarë më herët, ka qenë holla e babit tim, që ka qenë këngëtare, mirë po si instrumentalist, si pianist nuk ka pas. Kam qenë i vetë mion, po është një rrugtim shumë interesant i gjatë normalisht, se ta që kom bojë 21 vjetë, e jam që 13 vite jam në këtë profesion që tashmë është i jetës time. Apëshë, nuk është të thjesht muzika për neve që mendojmë që veç bëhemi muzikanta, 13 vite shkolle, ka me vazhdu ende. Shumë, është një... Edhe kjo është një eksperiencë tjetër. Është një eksperiencë, për mua është eksperienca më e mirë jetës tem, se është një profesion që kur jeta jam nuk më ju do.
Apo kupton? Edhe qatë shumë e duhe kam qef sa së në ndroj. Kur, me më thonë diçka tjetër, nuk muj me paramenu vetë si diçka tjetër, pos si pianist. Edhe pianoja për mu është instrument, mirë po për mu është një fjallë tjetër, është fjallë. Gjdo vepër, gjdo kompozitor që ka shkru në ato letra, ti kimi ira. Ti do më thonë ki më konë aj që kimi performu ato pjesë. E ti dush me qenë aj që e ndonë se qysh kimi i tregu publikut, njerëzve. Ata që presin për ti një performancë besoj absolute. E si pianist dush me qenë absolut, si që këmë cikë edhe ma herët, puna gjithmonë duhet me qenë në top. Gjithmonë. Ndarë si refen, ndarë si pianist. Si pianist dush me kalu orë tona, do më të nkuën, dush me shpesu që ti kimi arrit. E që me arrit nuk është e mund që pa ju përkushtu. Se ka shambull është toktët, janë toktët, do më do në zvepra e kitë, po që ato toktët e vogla, që ato mund me të morë ty ku shumë, po në fund ka me dollë një pjesë ose një diçka perfekte që te ke doshtë. Dhe për mja të regu publikut e këtë ata që të ndjekin. Qush ka qenë kjo rrugëtim 13 vjeqarë? Ka qenë e vështirë, ka pas sfida, ka pas ndë njëherë momente që ndoshta kera, po e thëmë kështu kushtimisht, ke mendu pse zgjodha shumë e vështirë, ose qka nëse kësha shku dikon tjetër më letë, sepse ndë njëherë dim me i pas këto mendimet negative, që na forcojnë pasaj. Gjdo pianist e ka një fazë dzetën, normalisht. Gjdo kanë me pytë, profesora, krejt, ata se cilë e kanë pas një fazë që kanë thonë nuk e di shka me bo. Mirë pa, jo fazë tjep shumë fuqin kur ta kalen. E tani ma e diti që pa ton nuk mënësh. Edhe tash që 13 vite që si që the, është shumë punë, shumë kohë, shumë qef, shumë e shion një kohë interesante që nuk mund me shiju krejt. Se si pianist ki punë me shumë llojet profesorave, për kitë shteteve të botës, i di traditat e tyne, i stilat e tyne. Unë shumë kam qef me të regu drejtën, si pianist kam qef me i marë, unë e thëmë me stil, me i vjedhë ato stile. Se gjdo levizje e nyje, se dorës, e gishtave, është diçka ekstra për ty, si pianist në tarmen. Nëse mund është ato mi kompletu, mi au marë profesorave, ato bukurit e shlujnë ata pianën, të sheshjojnë ata pianën, është një mënyrë ekstreme mirë. Pra, nuk është që thjesht pianë, nuk është që veç hajt din me lujt instrumentalet të ndryshme, po duhet edhe detaje tjera që e bojnë mande edhe më të bukur. Pra, kjo e dalën ndështë pianistin prej pianistin për gjithësi. Puna, për kushtimi, dashuria janë senet kryesore për me arrit dikën. Për mendimi të në... Pse muzikën klasike? Muzikën klasike se një është tjetër qysh. Normal, kena muzikat të loje të ndyshe gjanrave, po muzika klasike për mu e konë pika. Se e ki një emër tjetër, muzikë klasike. Pra nuk e ke qef komercialen? Unë nuk e kam problem me i lujtë ose me qimë pjesë, loj koncert ose gjithë shka, po zemra flenë të muzika klasike për shak të pianës. Për mu është knatësi për me lujtë piano, se edhe sidomos klasikën, se i përfatsoj ata kompozitor që kur kanë shkru e kanë një qa për shkrujnë. Kanë qimë pjesë asaj. Në trego pak ku e she rrugtimin tonë me muzikën në përgjithësi? Me muzikë me tërgu drejtën, nuk është e mendu me sa lartë kam qef më konë, normal, se cili për drejtim po. Mirë po, kam dëshirë që me lonë di shka në amën temin, apo kupton? Me qenë aji personi që e ka dosht pianën, ka ushtru, po dhe ka lonë di shka për të. Shka do qovë, si profesor, si një mësus normalisht, si ndashta një pianist që bën koncerte në përbote, kështu, qka do qoftë ajo, vetë se me përfacu piano në mënyrë dinjitetshme. A i ke dikën që është inspirim, do shta, qoftë edhe nga Kosova, mirë po edhe nga jashtë? E kam profesoreshën time. Profesoresha ime është një nga profesoresha që akoma bën koncerte në Evropë, në botë, e jam shumë krenar që jam pjesë e klasës soj, kam dëshire që më bu si aja, pianist si aja.
Deri tash, ke marrë pjesë në ndonjë paraqitje, ndoshta para publikut, festivale, koncerte? Si vogël, kam marrë pjesë në për koncerte ndryshme, në për gara, këtu edhe jashtë edhe në Evropë, edhe kam marrë çmime ndryshme, po si vogël, si fillim, normalisht, fillon pak se tre maskine, ose kosa në tjera që shtohen tani, nuk është veç ke ushtru edhe po dalë. Janë pak do emocione do sa në tjera. Që sheti me publikun edhe me emocionet? Tash jam stabil, tash jam perfekt. Tash, unë e kam një sen. Kur të kam një koncert të rëndësishëm, një garë, që ka do qoftë ajo, unë e shoh veç pianën. Nuk ka rëndësi kush është përpara. Kjo është sekreti, domethënë. Kjo është sekreti jam. Unë e shoh veç pianën. Edhe jam veç me to. Edhe tani kur filloj me i ra, më do këtë sikur jam të bisedu me to, edhe ai po më tregon çka do na me bëu në next, tjetërën. Që mos me prishë, që me thonë. Ka ndodhur ndonjë moment kështu interesant ose diçka gjatë këtyre performancave? Po si fëmijë, po, ndodh, çdo pianisti ndodh, po normalisht njerëz jena. Ka qenë një pjesë e vogël për me përfundu, edhe mu veç mu ka bo si terë. A kuptone nuk mu ka kujtu që e pjesë. Okej. Po. Mirë po, për sekundat shvejta, me njerë ku më ka pjesën, se vetëm një gisht që më ka kujtu, me njerë ku ndi që me vazhdu. Ajo kom vishë një gjysë sekundi që ku më harru pjesën. Po, o rikëthy shpejt. Po, kjo e mira, që e rikëthy pra, nuk jetë dërzu. Ja, se më dërzu. Mirë shumë. Cile ka qenë ndoshta paraqitja jote më rëndësishme në jetën tënde, që ndoshta edhe tasht e mban mend, ose e kema për zemër, ose e kështë veçu si moment më të bukur tënde? Gjithmonë është përfaqësimi i shtetit tim nga gara europiane. Kështu ku kam qenë në Itali, e kam fitu vend e parë, edhe ka qenë një emocion tepër e lartë, ajo më ka shtyr tani me vazhdu piano si klasik. Qysh është kjo pjesa kur ndoshta e përfaqëson vendin tonë, sa është përgjegjësi për ty, sepse ti e the që e ke qaq për zemër pjesën kur reprezenton vendin tonë, si në sport, si në muzikë, sa që ndoshta ndonjëherë, kur vjen vendi, e harron emrin tonë. Emri është këto, vendi këto the. Qashtu është. Për mendimin tem është që ajo se nëse ki për qëllim me arrit diçka të madhe, vetën dush me lënë në fund. Se vetja nuk ka rëndësi, kur ki diçka më të rëndësishme për me përfaqësu. E për ato, unë gjithë edhe prind, i kom pas gjithmonë nga të vetës, gjithmonë për çdo sen, për çdo sfidë që e kom pas, këta kanë qenë për mas meje, të më shty, që ti mund është mja dalë. E kjo është një ndjenjë, një knatësi, një përkushtim për pianon, një punë e madhe, edhe do më thonë tani arritët çdo sen. E kjo për mu është një sen perfekte që më ka ndodhur në jetën tem. E, si që the, me përfaqësu shtetin, është një sen shumë e lartë. Si të përfaqësu vendin tënë, kulturën tonë. Ata njerëz që ty dojnë e të kanë bërë në atë nivel që ti me përfaqësu shtetin tënë. E kjo është një farë knatësie tjetër. Se ti mund është me përfaqësu vetën, po mund është gjithkohë me përfaqësu vetën. Apo kupton? Po shtetin tënë duhet vetëm vena ku duhet. Deri tash në çfarë vende ke marrë pjesë në gara, jashtë Kosovës po flas? Kam qenë në Itali, kam qenë në Bullgari, kam qenë në shtete tjera evropiane, Francë, gjithka, në Zvicër, Gjermani. Ku e kështë pas ndoshta synimin në përbot? E din që ndoshta në Evropë është Vjena pak qendër e muzikës klasike. Normalisht. Po te ku? Ondra jam, ja, si që edhe the, është Vjena, Austria, por edhe në Rusi. Edhe në Rusi, Janë dy prej vendeve kryesore të muzikës klasike. Nëse një pianist ose një muzikant ka qef me arrit shumë, këto janë dy vende kryesore që besoj që jam një jetë komu njoft që t'ka në përbot. Rega pak, cila është lidhshmëria jote emocionale me muzikën? Qysh ndihesh, qysh bën me undi momenti kur je para pianos? A je asi tipi që edhe nëse hen me një kafe, shë një piano që ato diqysh ta merë vëmendjen? Gjithmonë. Piano jasë normal është një sen që unë e du shumë, apo kupton? Edhe si instrument, është një instrument jo i lehtë, është shumë i vështirë, mirë po me kalimin e kohës bëhet shokjet. Edhe ti e din se ajo të tregon çka bën ti. Tash po foli ndikimin e pianistit. Normalisht jep kënaqësi të mëdha. Edhe një melodi që e bën, në çdo aeroport që ka piano, unë kam pas dëshirë me e lut. Edhe kur kam filluar me lut, me performu diçka, një muzikë, një diçka, me njerës kanë fillu mu afru e kështu se është një sen që të ngrej. Ngrej. Ndash e donë muzikën klasike, ndash nuk e donë. Për shambull pezo,
Apo kupton? Po si pianot të ngrej, shtin për me dosht. A ka qenë zgjedhja jote piano si instrument? Prej fillimit a e ke di që pianon ki me zgjedh? Po, prej fillimit ka qenë piano. S'kom pos kur farë mendi tjetër për në instrument. Mirë, kjo është e mira, kur pikrish ato që e dan edhe të bëhet realitet mandej edhe mundësh. S'ka ma mirë. Mjari. Më trego pak, menaxhimi mes të dyave, fakultetit, pianos, muzikës, dhe të njëjtës kohë, punës, referimit, edhe pasionit për sport. Sa po mundesh me ja dalë? The je 21 vjeçar, në moshën tënde më të mirën, moshën ku ndoshta ti krijon, ti nis me kriju pak a shumë një profil tëndin edhe nis me kriju ato ëndra dhe synimet tua për të ardhmen. Pra mes shumë angazhimeve sa mundesh me ja dalë, mi menaxhu të dyja të bashkë. Si që thash, pianoja është primore. Do më thonë, në atë moment që nuk kam angazhime në fakultet, që i kam përfundu krejt angazhimet e mija rreth saj, unë jam i lirë për me e zhvillu hobin tem, që është referimi. Po këtu, si gjithmonë e thëmë, këtu dyja për mu janë shfëtimi jetës tem, për shkak se është një kombinim edhe një kompletimi jetës tem. Për shkak se pianoja është ajo që mi jep mu shpresë, mi jep vullnet për me ushtru për me arrit dykon si pianist, si profesion temi që normalisht që e kam. Po, në anën tjetër, ping-pongu është sporti i cili më ka bu që me po dhe traditë tjera njerëzve. Apo kupton? Se me doli jashtë në Evropë, e sene me i përjetu ato ushtrimet që i bojnë paralojës, ato nxemjet, ato senet, kitë ato t'japin ty një knatësi tjetër. Të dyja të kanë atë knatësien e vetë, atë punën e vetë, mirë po si kombinim, është një kombinim shumë i bukur. A dalojnë shumë, këto dy punë që ti banë? Pro, a janë momentin që je me muzikë, është krejt diçka tjetër, kur je me sport është krejt diçka tjetër, apo kanë detajet të ngjashme që të lidhen? Kanë disa detajet të ngjashme, nashta edhe shumicën, për shkak se mas pari dush me qenë shumë i koncentrum. E dyta është që lyp te për punë të madhe. Kjo, asë në thëmë që është e dyta, se kjo është e para. Se lyp punë te për të madhe, si që thash koncentrimi, edhe nëse te e bën ose muzikën, në këtë rast pianon, në rastin tem, ose si referimin, ose ping-pongun, sportin, si lojtar si refer, dush me qenë gjithmonë me jap 100% që në tënë. Gjithmonë 100%. Nuk mund është me hi edhe me thonë, s'un ka me bu kur gjo. Ose me nënvlerësu vetën. Gjithmonë dush me mbi nënvlerësu vetën. Jo në nënvlerësim tepër të madh, mbi nënvlerësim që s'ka kurfar kufini, mirë po dush me ditë që pa punë, edhe pa e dosht, nuk më është me më rikor. Cilat janë planet, Arlind, për të ardhmen? Me vazhdu masterin, se tash që jam vit 4, jam përfundim të fakultetit. Do të 4 vite i ka. 4 vite i ka. Pasaj kam dëshirë të madhe me përfundu masterin këtu, edhe një master jashtë, si që ceka në Austri ose në Rusi, me qef të madhë. Me ping-pong, po ashtu nuk do ndalim kur, kam dëshirë me qenë pjesë e gorave ndashta botërore ose olimpike që janë qëllim i një refere, janë këtu. Edhe kam qef si refer për thomë, kam dëshirë me qenë një refer me rankun gold badge, që është ranku më i lartë. është ranku kombëtar, është white badge që është ndërkombëtar, është blue badge dhe gold badge. Gold badge është emri më i lartë i një refere, që shumë kisha dëshirë me qenë talë. Unë uroj që krejt të dëshira kanë me u realizu edhe kemi me të pas prapë studio kur doj që ndoshta ke suksese edhe kur doj që emrit ka me i prejk maja qof në muzikë mirë po edhe në referen. Qa pas qaf me përmbyll këtë intervist pa luj diçka me piano. E kemi piano kështu që të shfrytëzojmë me ndëgju talentin tonë. Kështu që po të taj me u bashku të piano. Faleminderit shumë.
Ishim kështu me Arlindin, falinderit shumë Arlindit që ishte bashkë me neve këtu në studio për rrëfimin e ti, po edhe sigurisht për këtë pikë për me përmbyll ashtu si që është më smiri këtë intervist, edhe për me jep kuptim krejt asaj se çka folëm këtu në studio. Ndërsa tani është koha të shkëputemi për një material nga tereni, rikthehemi vetëm pas pak.